Ministrat janë zhgënjim, e kemi thënë edhe më herët në politikën tonë, pra njerëz të fuqishëm politikës parimet i kanë të përkohshme, ndërka që ajo avazi politik ose propaganda politike mbetet jetë e përhershme. Ministrat janë zhgënjim, dorën zemër, sepse pothuajse shumica absolute ministrat që kanë qenë në mandatin më shumë se 4 vjet, sepse në fakt kanë qenë për 5 vjet në digasteret e tyre të qeverisë, vazhdojnë të jenë me disa ndryshime, ndoshta dikush është ndrru prej një digasteri në digaster tjetër, dhe nëse bëjmë një shiqim ose një analizë punës së secilit prej këtyre ministrave, dorën zemër puna e tyre del tjetë fare e dobët. Dhe edhe një mendim, e thash pak më herët, se kjo qeveri me punën sado minimale do të mund ta tejkaloj qeverinë e Kurtit 2, sepse thash ajo ishte një nga qeveritë më të dobta që ka njohur Kosova ndonjëherë.